kanë prodhuar këto ditë? Dishka që në fakt qysh prej dje ka ngjall këtë shumë reagim ka qenë Alba Pollezhani, cila i ka postu disa fotografi me mbulesë, duke u rrugë kështu festën e Bajramit. Fotografitë në fakt u dukën goxha të editume dhe ka gjasa jo çto aludu që janë me AI, me inteligjencë artificiale. Po edhe nëse jo ky shihet që është reagimi i parë i Albës në këtë raport, pra në raportin e saj me mbulesë, me qenë se ka përmendur që ka qenë arsyeja që ajo ka dalë prej shtëpisë më të famshme në Kosovë. Na për veti Albës i urojna Bajramin, shpresojmë që edhe ajo është na përcjell për na uron Bajramin, po asaj edhe gjithë banorëve të tjerë. Po ka qenë interesant nështë me para reagimin e saj. Për ndër të tjera mundet edhe mos me qenë inteligencë artificiale të pas parasysh në xhamin e namazxhas dje ka pas shumë gra që e kanë festu aty Bajramin dje pas mesnate, po ne kanë shku për falet e fundit, po edhe sot në mëngjes e kanë falë aty Bajramin. Kështu që nëse është kjo rrugtimi i saj i ri, pra nëse është mbulu për gjithmonë, shpresojmë që ka me pas të pranuar edhe ka me qenë lumtur, po edhe nëse ka qenë veç për festë, pra për zhvendim që takon asaj. Po, mbi gjitha, edhe urojmë që ka me fillu një rrugtim që ajo e gjejmë paqen e vetë, po mbi gjitha nëse veç që e ka bo vetë sa për provokim, po them, është menej që nuk është koha në kohë feste me bëk si lloj gjana. Pavarësisht në feja shumë personale, e kemi pa Albën që goxha shumë i kap disa situata që menon që e rikthehet në sy të publikut. Kështu që uroj të mos jetë si lloj tentative për me ra prap në vëmendje. Shpresoj që jo dhe besoj që jo, po ndër të tjera kjo në kuadër të urimit që po thotë le të jetë